Ndërmarrja Trepças vitin që shkoi nuk arriti të dalë në fitim. ATV mëson ekskluzivisht nga burimet në menaxhment se 2024-ën ish giganti metalurgjik e mbylli me 5 deri në 7 milion euro humbje. Ky bilanc vjen përkundër subvencionimit rekord prej 9.8 milion eurove nga qeveria. Këto të dhëna ende nuk janë publike sepse menaxhmenti nuk i ka finalizuar pasqyrat financiare, edhe pse është dashur ta kryej para 31 marsit. Ish menaxheri i Trepçës Ferhat Shala beson se shifrat e humbjeve janë edhe më të larta. Manipulim ekstrem për shkak që janë të dhëna vetëm shifrat financiare, pa i përfshi shkallën e amortizimit, pa i përfshi kostat e mirëmbajtjes minierës. Ndërsa gazetari Lavdem Hamidi kundërshton praktikën e subvencionimit të ndërmarrjes që nuk po sjell fitime. Është më mirë të mbyllet ndërmarrja se të të vazhdohet me një qasje të tillë ku 10 milion subvencione dhe 7 milion humbje, 17 milion euro në vit. Gjatë vitit 2024 disa herë u ndërprej prodhimi në njësinë me miniera dhe flotacion Trepça, kryesisht për shkak të grevave dhe mungesës së eksplozivit dhe reagencave. Ministria e Ekonomisë ka subvencionuar Trepçën në vitin 2023 me rreth 8.4 milion euro. Ndonse me ndarjet buxhetore ishin paraport të dedikohen vetëm 3 milion. Sidoqoftë rezultati negativ. Trepça atë vit e mbylli me një humbje prej 5.3 milionve. Për performancën financiare të Trepçës nga ME-ja nuk u përgjigjen të mërkurën në pyetjet e ATV-s.